ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falëndrimi dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat salamë qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Khutbën e fundit përmendëm se do të flasim një cikël të ligjëratave rreth të drejtave mes bashkëshortëve apo rreth jetës bashkëshortore. Përmendëm në khutbën e parë fjalën e Allahu Gjelle Gjelaluhu për besimtarët dhe gjendja e tyre kafshë muslimanëve. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ata në vazhdimshmëri ju luftojnë juve që t'ju kthejnë prej fesë tuaj. Wala yazalun. Ata në vazhdimshmëri, vazhdimisht, pa ndalë, ju luftojnë që me ju kthy prej fesë tuaj. Lufta më e madhe që I bëhet njerëzimit sot është ngulitja e idesë në kokat e njerëzve të ndarjes mes fesë edhe shtetit. Pra, ta lëmë fenë me disa adhurime prej adhurimeve dhe ta largojmë çështjen e fesë prej udhëheqësisë së shtetit, duke na imponu mbi neve sisteme të ndryshme. E pastaj nëpërmjet këtyre sistemeve duke e luftu sendin shumë të rëndësishëm apo më të rëndësishëm në shoqëri për një shoqëri të shëndosh, luftimin e familjes. Luftimin e familjes, duke ja rëndu jetën njerëzve, duke ja pru që shemi dëshmitar të kohës, duke na imponu që edhe burrat edhe gratë me shku me punue. E pastaj fëmijët të rritën në dorën e të tjerëve, të edukohen në dorë të tjerëve dhe kështu e gjithë shoqëria të bëhet argat e tyre. Pra lufta më e madhe që I bëhet njerëzimit sot është lufta ndaj familjes. Me propaganda të ndryshme, me agenda të ndryshme që mundohen prej perëndimit me I pru edhe në tokat e muslimanëve edhe në vendet tona, duke I shit të propaganda si avancim, si arritje, si e mirë edhe kështu me radhë. Një përqindje e madhe e fëmijëve në perëndim nuk e din. Kur tha një përqindje e madhe, mund të them ndoshta përmi 50% të fëmijëve në perëndim nuk e din se kanë bab, një numër I tyre. Një numër I tyre nuk e din se kanë agj, e kanë hall, nuk e din kanë tezë, kanë daj, kanë kushëri dhe kanë familje. Dhe tash së fundemi, një propagandë e madhe që bëhet, që të lindin fëmijë të cilët nuk kanë me ditë kanë babë, veç nanë kanë. Mirë po ajo nana është edhe nanë edhe babë. Dhe këtë shohin si avancim, si arritje edhe kështu me radhë. Mirë po nëpërmjet kësaj, luftohet familja, luftohet shoqëria dhe prishet shoqëria. E Allahu Gjelle Gjelaluhu e përmendëm se bashkimin e burrit me gruan, apo krijimin e gruas prej burrit, Allahu e ka lënë prej fakteve që argumentojnë për njohshmërinë e tij.
Dhe prej fakteve të Allahut është se Allahu krijoi prej juve burrave gratë. Li teskunu ilejha, që ju të gjeni prehjen të to, që ju të gjeni qetësinë të to. Po njëjtë edhe gratë të gjenë qetësinë të burrat, prehjen të burrat. Për shkak se ajo ka praktikë gjithçka për burrin e saj. Për marrë me jetu me dikant që se ka njoftë më herët, ka praktikë familjen, ka praktikë shtëpinë, ka praktikë që ka pas atje, ka ardhur me jetu komplet me njëri që nuk e njeh. Dhe vendi i vetëm ku ajo e gjen prehjen është te burri i saj, edhe burri e gjen te gruaja. Dhe Allah këtë ka lënë fakt prej fakteve. Dhe jo besimtarët mundohen këtu shumë me sulmue që të prishet shoqëria muslimanëve, në veçanti e shoqëria e njerëzimit në përgjithësi. I përmendëm se do të flasim për të drejtat që i kanë gratë dhe të drejtat që i kanë burrat në ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Për shkak se për të drejtat e grave, nuk e dunja janë duke folë, mirë, po të drejtat e grave që shiratikisht disa të drejtat që ata i flasin nuk i takojnë grave. Nuk i takojnë. Na dojmë të jetojmë si musliman, si besimtar. E nëse dojmë kështu të jetojmë, duhet të këshyrim të drejtat tona që na i ka dhënë Allahu. Jo ligji i besimtarëve. Gratë duhet të këshirin të drejtat e tyre që i ka dhënë ligji i Allahut. Jo ajo që ka propagandohet për jo besimtarëve se është e drejtë ose nuk është e drejtë për gratë ose për burrat, edhe pse për burrat nuk fol kërkush. Për të drejtat e burrave nuk fol kërkush. Ma shumë flitet për të drejtat e të qenve se të burrave, e të matave se të burrave, e të pemëve se sa të burrave. Burrat nuk bën e sa. Për shkak se gratë janë në rrezik të madh. A kur ta kshish realitetin, gratë kralita janë duke jetë, janë duke u kënaqur. Kjo është realiteti. Të drejtat e burrave dhe të drejtat e grave në ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Para të drejtave që duhet me i pas një burr dhe një grua në jetën e tyre bashkëshortore, janë disa të drejta apo disa rregulla para martesës. Dhe këto janë shumë të rëndësishme. Ose mundim me thonë janë vendimtare pastaj për të drejta tjera apo për jetën e lumtur bashkëshortore në të ardhmen. E para, e drejta e zgjedhjes. Kjo para martesës është. E drejta e zgjedhjes. Pra me zgjedh. Me pas të drejtë gruaja, vajza, apo eveja, burri, djali i ri ose që ka qenë i martuar ose që është i martuar me merr gruajën e dytë, me pas të drejtë me zgjedh. Mos m'ja imponuar. Po me zgjedh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Gruaja martohet për shkak 4 gjërave. Për shkak 4 gjërave. Për shkak pasurisë, për shkak prejardhjes familjare, për shkak bukurisë, edhe për shkak fesë. Dhe tha sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bi dhati dini taribat yadak. Merë atë që ka fe të lumshin durt. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se njerëzit për çka i martojnë gratë. Dikush e marton dikam veç pse është e bukur ose është i bukur, e kundërta. Të burrë ose të gratë. Si intereson kushdo tjetër. E bukur ishte ose i bukur ishte. A ka moral, a s'ka moral, a ka fe, a s'ka fe, a ka pasuria, a s'ka pasuria, çfarë jetë e tonaj, hiç s'ka lidhje. Hiç s'ka derd. Është mahnit pas bukurisë së saj ose bukurisë së tij, ai kam shël syt. Dikush e marton dikan për pasuri. Se ka parë. Si intereson, a ka moral, a s'ka moral. A është i bukur, a s'është i bukur. A është i ri, a është plak, me mosh, i vjetër. A është i martum, a s'është i martum. S'ka lidhje. Me rëndësi, ka pasuri. Dikush e marton dikan për shkak prejardhjes familjare.
se bëhet nuse e filan kabiles, ose bëhet dhëndër i filan kabiles. Dhe gjëra cilat nuk i këshyr. E dikush nuk i këshyr kur gjëra për këtyre që përmendëm, ja këshyr fejen. Ja këshyr moralin, ja këshyr edukatën. E pejgamberi s.a.s. tha, fadhfar bidhati din. Merë atë që ka fej, atë që ka moral, të ribet jedat të lumshin durt. Të lumshin durt. Pse? Për shkak se morali është shumë rëndësi. Feja është shumë rëndësi. Në qoftë se nuk e dim fejnë dhe i ka gjëra tjera, pa pik dyshimi ka më rënë pa drejtësi. Ose ndaj burrit ose ndaj gruas. Bukuria për disa vite, me lindjen e fëmijës së parë dhe fëmijës së dytë, fëmijës së tretë, se fëmijët 4, 5, 6 s'po kanë më shoqërinë tonë, po tham 2, eventualisht 3 fëmijë, trupi nuk është i njëjtë. Po edhe i burrave nuk është i njëjtë. E lëshojmë pak, në lerë lëshojmë. Sa janë beqare, mbajnë trupin, muskuj, dukun, bukur, te sa të martohen. Si të martohen, mos ta e lanë në lerë lëshojmë. Ha, esenca që duhet mas martesës të më shumë shumë. Më pregatit, më koni pregatit më shumë. Krejt këto kalojnë, ama morali, feja, ajo është vendimtare. Morali është kallëpi i brendshëm njeriu të kemi përmendur apo. Morali që e ka marrë në fëmijëri, ajo nuse, ajo vajzë, e cila është ndërtuar, e cila është rrit me moral të mirë prej fëmijëri. Morali i saj, tabiati i saj nuk ndryshon lehtë. Nuk mundet me qenë 18 vite, 15 vite, 20 vite, 20 e sa vite me moral të mirë, me fe të mirë, e pastaj pasi të martohet me prish morali. Ja shta në raste të sihrit, në asetit, në syshit, to përjashtime. Mirë po morali është moral. Ajo është vendimtare. E pejgamberi sa më tha, thënë bidhati din, të rivet jedat, merë atë që ka fejt lumshin durt. Pastaj, bukur Allah, merë, princesh merë. Pasuri, inshallah është milioner. Fiton edhe ti, s'është familjen e mirë, elhamdulillah, super. Bashkoj krejt, s'është problem. Mirë po, përparsore, me qenë feja, dini, i Allahut, subhanahu wa ta'ala, për shkak se ajo është vendimtare në jetën bashkëtorë. Pse? Ka thënë dietarët, jeta bashkëtorë është sikur deti. Sikur deti. A keni po në det, kur të hypish në anije, ndonjëherë deti është i qetë dhe ka do erra të leta të kënaqshme. Apo? Të kënaqshme. Ama ndonjëherë vjen do fortuna e të rrezikshme për jetën tënde, apo? Sipërfaqja e detit ka bukuri, ama ka edhe rreziqe prej dallgave, apo? Në brendësinë e detit ka bukuri mahnice, ama ka edhe ikulla, mund me të hangur. Ka edhe rreziqe, apo? Kështu është jeta bashkëtorë. Nëherë me era të leta, nëherë me fortuna. Nëherë me dallga të leta, nëherë me dallga shkatruese. Në këto raste, ç'a duhet? Duhet që personi i cili e ma timonin e anijes me qenë njëri i mençur, njëri me urtësi, njëri me përvojë, njëri me dituri, që me ditë kur, çka dhe si me veprua. Kur me vepru, çka me vepru edhe si me veprua. Kjo është shumë e rëndësishme. Për shkak se jeta bashkëtorë nuk është 1 ditë 2 ditë. Është një jetë komplet. Për dikën do shtosh 50 vjet. Për dikën do shtosh 70 vjet. Nuk e dim në. Nuk e di ti sa ki rrezik me jetu dhe me çu jetë me bashkëshortën tënde. Për me çu jetë 50 vjet, 30 vjet, 70 vjet, ma shumë ma pak, apo duhet me pas mekanizma shumë të mira, shumë përshtatshme, që me pas një jetë të lumtur dhe të gjatë kështu. E ajo e cila mas mirë t'i rregullon këtë jetë është morali, është feja e njeriu. Është morali, është feja e njeriu. E kanë pyet Hasan ibn Ali, Hasenin, djalin e Aliut radhiyallahu anhu, nipin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka një person e ka thonë, një grup njerëzish janë duke më malyp vajzën. Ku i na t'ja jap? Çam këshillon. Ka thonë, jepja ati, martoje për atë i cili ka frikë Allahun. Pse? Kjo është pyetje morali, kjo është pyetje feja. Pse? Ka thonë, në qoftë se ka me ta dash qikën, ka me dash vajzën,
ka me nderua. Në qoftë se do, s'ka mi bo zullum. Në qoftë se nuk e do, s'ka mi bo zullum. Ka mundësi mos me dasht, ka mundësi më martu edhe më mos me dasht. Nuk i ban zullum. Ka thënë dietarët, nuk i ban zullum, s'ta le çikën. Tamam, ban sabër. Nuk i ban padrejtësi. Pse? Se ka frikë Allahut subhanallahu teala. Me pas frikë Allahut, do me thonë ti me qenë robi i Allahut në krejt sferat. E njëjtë bashkëdorë është e përditshme, do sabër, do mund, do edhe shumë rrallë. Thot, ai që ka frikë Allahut, qofse e do, kam të respektuar, kam të nderuar. Qofse nuk e do, s'ka mi bo padrejtësi. Dhe kjo është shumë e rëndësi. Për shkak se ka shumë raste ku nuk e do gruan dhe pastaj fillon me bo padrejtësi. Fillon me hang hakin gruas, është shumë e rrallë. Pra, me e marr vajzën e cila ka moral. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidh ahadukum qalban shakira wa lisanan dhakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri al-akhirah. Dhe kjo është shumë e rëndësi. Dhe kjo vlen për të dy palët, më në mend. Edhe pse hadithi flet për një gjini, ama vlen për të dy palët, për të dy partnerët. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le të ketë njëri prej juve zemër falenderuese. Me qenë falenderus. Çka është e mira e falenderimit? Një prej të mirat falenderimit është se ka thënë Allahu, në qoftë se ju falenderoni, na u ashtojna. Qoftë se falenderoni, na u ashtojna juve. E dyta, le të ketë gjuhë që e përmend Allahu. Gjuhë që ban dhikr, që e përmend Allahu subhanahu wa taala. Wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri al-akhirah. Dhe le të merr njëri prej juve bashkëshorte besimtare e cila ka me ndihmu në punët e ahiretit. Ka shumë rëndësi. Bashkëshorte besimtare e cila ka me ndihmu në punët, çfarë punë? Jo në punë dunjas. Jo me shku me tru rrogë të shtëpia. Jo me të majtë me bugruja. E të menet të shtëpia. Se sëm po gjemë punë përshtatshme për vetën tënde. Jo, jo. Grua që të ndihmon në punë të ahiretit. Dhe kështu të jetë njëjtë edhe burri. Edhe pse burri ka edhe përgjegjësi tjera ka shi gruas, e ka edhe ushqimin, edhe veshmbathjen, edhe menstruimin e kështu me radhë. Mirë, po puna kryesore që do të më bëj është me ndihmu bashkëshortën në punë të ahiretit dhe me ndihmu bashkëshortja në punë e ahiretit. Kanë thënë dietarët, ai tek i cili grumbullohen të tre gjëra, i është grumbullu krejt mirësia kësaj dunjaje. Është grumbullu krejt mirësia kësaj dunjaje. Me qenë falenderues ndaj Allahut, me qenë njëri që e përmend shumë Allahu subhanahu wa taala, edhe me pas bashkëshorte të mirë që ndihmon për ahiret. Allahu na bëf prej tyre. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunjaja është meta. Meta është pasuri që përfitojmë, punojmë këtë dunja. Knatësi. Dunjaja është knatësi, është përjetim, është pasuri. Pasuria më e mirë e kësaj dunjaje është gruaja saliha, e devotshme. Kështu njëjtë vlen edhe për burrat. Te gratë, gjana më e mirë që mundet me pasuru një grua është me pas burr të devotshëm. Burrin i cili kujdeset për fenë e saj. Edhe grua e ndershme e cila e respekton burrin e saj që na marr me të drejtat që i kanë burrat dhe gratë në raport mes vete. Pra, knatësia më e mirë që dunjaja është me pas bashkëshortën e ndershme dhe me pas bashkëshortin të devotshëm që ka frikë Allahun subhanahu wa taala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Dhe kjo është këshill nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vajzat, edhe për djemt, edhe për gjetësit e vajzave. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se vjen u alyp dorën e vajzës suaj një njeri me fenë
dhe moralin e të cilit jeni të kënaqur, jepja një vajzën. Në qoftë se nuk ja jepni, bëhet fitne edhe fesad i madh. Qoftë se vjen një djalë me ta lyp vajzën, ju që keni vajza për martesë, dhe ju interesoni për djalin se ka moral të mirë dhe ka fe të mirë, ka thonë pejgamberi zawwijuhu, jepjani. Në qoftë se nuk ja jepni, bëhet fesad. Se dikujna duhet mi ia dhënë atë vajzë. A e dini, dhe ju e dini, sa raste prishën për shkak se dhëndri s'ka banesë në po, ose s'ka vetur, ose s'ka rrogë momentale, ose nuk është në punë, ose kuj di çka. Është i mirë, është i devotshëm, është i sjellshëm, është i moralshëm, është i përgjegjshëm. Po i ka rastis momentin kur është duke lyp një nusë me pas kështu gjendje. Pa punë, pa shtëpi, pa kerr, me qira, i lodh tira skapet edhe shmëran. Prishën shumë raste prishën. Prishën shumë raste. Jo, nuk ja jap vajzën se nuk ka punë. Po tash t'ja do dash me shti atë djalin mu vo pesa. Po ai mund me him punë. 1-2 muj, ti ja jap çikën edhe ai e le punën. Edhe t'ja merr çikën. Po s'ja merr çikën. S'ka banesë, s'ka vetur, s'ka kështu, s'ka ashtu. Puna kryesore dini Allah subhanahu. Në qoftë se nuk ja jepni, bëhet fitne dhe bëhet fesad. Apo e dim rastin e Xhulejbibit. Radiallahu anhu. Kur ka thonë pejgamberi sallallahu ala su martova, ka thënë sallallahu, kush më jep me mu gruaje? S'ka mas pasuria, as shtëpi, as kurrë. Ka shku. Një ditë tjetër ka thënë ala su martova, ka thënë sallallahu, kush më jep me mu gruaje? As shtëpi, as pasuri. Ka qenë i lodh të raskapit në aspektin material. Ka thonë, shkot të filan shtëpia, lype vajzën e tyre. Ka shku edhe ka lyp. Kur e ka lyp? Prindi i vajzës, e ka prit me të mirë, tu me ndu që Rasulullah s.a.s. është duke lyp për veti. Ka thonë Xhulejbibi, jo për Rasulullah, për mu. Ka thonë, du të me vetë vajzën të apysë. Që ka gjenë, kështu më. Edhe s'ka ndash me edhanë. S'ka ndash me edhanë. Vajza ka folë. Vajza e moralshme, e ndershme, që ka frikë Allahun. Ka thonë, doni me këthy mësitin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë e pranoj për burr. Unë e pranoj për burr. Janë martu, ka bo dua pejgamberi sallallahu për ta. Natën e parë të dhëndërisë, thret thirrsi për në xhihad, del Xhulejbibi edhe bjen shahid. Del Xhulejbibi dhe bjen shahid. Gruaja e tij bëhet një prej grave më të pasura në Medinë. Një prej grave më të pasura në Medinë. Kur thamë më të pasura, mos ta kina vllaznin kryja atë pikën se ku më ditë sa ka pas pasuria. Shumë pasuri ka pas. Se Medina ka qenë e pasur. Me palma, kopsi kanë qenë me bunare, edhe kështu me radhë. Ka pas përfitime, ka pas të ardhën shumë. Një prej grave më të pasura. Për çka? Për shkak se nuk ishte pengesë, pse s'kishte shtëpi, pse s'kishte mjet udhëtimi, pse s'kishte pasuri. Si shpengesë për martua. E ka dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E din diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka dërgu këtë njeri. Din diçka. Pra nëse vjen dikush që ka moral, ka fe, është i përgjithshëm, pyeti se nuk ka personi i papërgjithshëm, është njëri i përgjithshëm, po s'ka punë. Mos e pengoni. Pse? Për shkak se bëhet fesad në tokën e Allahut subhanahu wa taala, edhe bëhet fitne. Për shkak se një ditë duhet me dhënë atë vajzë. Ne e kuptojmë
Shumë mirë që secili prind ka dëshirë që vajza e tij mi pas krejta kushtet, me pas shtëpinë e vet, me pas edhe ajo edhe burri me pas kerr, edhe ajo vet kerrën e vet me pas, e me pas edhe ajo kontën e vet në bankë me pas pasuri shumë, na i dim të gjëra këto. Mirë po, ajo çka duhet me rujtë shoqëria muslimane, që mos bëhet fesad edhe mos bëhet fitnë. Për shkak se pasuria nuk e sjell lumturinë. Nuk e sjell lumturinë. Nëse e sjell është si përfaqësore veç, fasad, kur gjë tjetër. Shtëpia e mirë dhe e gjanë nuk e sjell lumturinë, edhe pse është prej bukurive të kësaj dunjaje. Gruaja e bukur ose burri i bukur nuk e sjell lumturinë. Lumturinë e sjell në nshtrimin ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sa veç kaq. Për shkak se në shoqërinë tonë po kemi njerëz me pasuri, me shtëpi, me gra, me burra anën tjetër, me fëmijë, me krejta kushtet, mirë po nuk janë të lumtur. Nuk janë të lumtur. Nuk jemi të lumtur. Pse nuk jemi të lumtur? Për shkak se kemi defekte në nështrimin ndaj Allahut subhanallahu teala. Varësisht sa na lëshojmë në dëgjim dhe respektim ndaj Allahut dhe pejgamberit stem, aq kemi prej mjerimit në zemrat tona. Tash secili prej neve, burrave dhe grave, le të shikon se si e ka raportin me Allahun subhanallahu teala, ama sinqerisht, jo sipërfaqësisht, jo në teori vetëm, jo vetëm me muhabet, po në sinqerisht me pyet veten, çuçi kam gjendjen unë me Allahun edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë pikën e të në gjëratën e ardhshme. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.